Në shtator 2023, në Pogradec, një familje vendosi kamera sigurie të jashtme pasi kishin dëgjuar shurma të çuditshme në balkon gjatë natës. Deri atëherë mendonin se ishin mace apo ndonjë fqinjë rastësishëm. Por një natë, në orën 3:14 të mëngjesit, kamera e balkonit regjistroi diçka që askush nuk priste. Një figurë e gjatë, e hollë, qëndronte pa lëvizur para derës së balkonit. Nuk kishte fytyrë të dallueshme. Ishte si një siluetë e zezë. Nuk lëvizi për plot 4 minuta. Pastaj, pa pritmas zhduket. Jo duke u larguar, jo duke kaluar diku, thjesht zhduket nga një frame në tjetrin. Dera e balkonit ishte e kyçur nga brenda. Askush nuk kishte hyrë. Askush nuk kishte dalë. Kur familjarët pan videon në mëngjes, nëna e shtëpisë pëshpëriti. E kam parë këtë figurë në ëndër. Qëndronte para dritares sime para 2 netësh. Të nesërmen, pamjet fshieshin vetvetiu. Kamera u rivendos, por nuk regjistroi më asgjë. Deri më sot, sepse ajo figurë thuhet se është parë së fundmi edhe në balkonin tjetër të pallatit. A do të kishe guximin të shikoje pamjet e kamerës tënde natën vonë vetëm? Shkruaj mendimin tënd më poshtë dhe kliko abonohu për më shumë histori të vërteta dhe të frikshme.